Për mendimin tim e Gjemsi, një që janë dy vlla, të mashtrosh ata që nuk din, nuk është gjëarsi, është pa aftësi më vete. Edhe kjo mua nuk më pëlqen, prandaj e shprehur. Se unë kështu mendoj. Se po mashtron një të zgjuar ti dhe bravo fitove ti ishe më zgjuar se ai. Të mashtrosh të paditurit. Ata që me shpirt, me zinxhirin një rrog. T'ja marrësh atë rrogën i qifsha nënën, sa do lek të bëhen ato, po nuk shkon ajo, varika. Nuk janë skena burëria. Ato janë mashtruesa ordinere, kupton? Me ja shtetit jo. Hakero bankën. Si që hakeruan BKT-n ata. Hakero bankën dio, mos hakero Hallexhin. Ta hakerosh ti profesorin që i bje kasmës e lopatës, djesa në luk bythës. Edhe ti ta hakerosh ti marrësh 200 euro shina. Që unë doja dërgoj mamas ti blie ilaçe. Ti mi merr mua nga telefoni. Po dale se nuk shkon. Po pa njerë ose. Ta morë qafë. Po se nuk shkonë. Edhe reklamim, hith një lek te i këti lek andej. Ka ndarë këtu në TikTok gjithë, Kemal ti qosh kërkesën, se thot fut lek të atje, fut leket këtu. Shado, si kam pa unë. A, më mos ja, qina dhe si kam përtë. Por zotin si kam pa, kur shanë të ati. Po mirë, do t'i tërgoj unë ja 2-3 video, do t'i shikosh e do t'i vi për të qeshu me vete tenë. Ma mi qoj jem qaf shumë, he. Po si ti gjej unë këtu në, unë jam në TikTok, si ti gjej? Po, do t'a shkruaj unë, ti do t'a kërkosh aty. Do t'a shkruaj unë e ti do t'a kërkosh. Ha, qoj, aki. Ere futu, bëhem mute, këtu futu shikoj video. Ja, me sa kam pa dhe unë të kam pa. Po miro, bëhem mute, mua futu shikoj video. Po bëhem mute, ore, se del me zë dhe me Kam pa video në re. E ke parë? Tani, po dale avashe buridet. Avashe se nuk shkonë. Po në raf lira fare një qifshave, në raf lira në shpunoj, mëre. Ore avashere. Ore në raf lira në shpunoj, mëre. Po avashere, vla, avashe se në nëzorët njërë skoda, në nëzorët legenda, në nëzorët langaraqere. Në nëzorët langaraqe, në shpunoj me i qifshave motër, që rezikojmë gjithë jetën, mëre. Avashere, se nuk shkonë, mëre. A vazhdo se në bet ne të dukemi legenda pa në mashtruse. Gjeja me keqe që urej Gjemse dhe që ma shpife është, i thonë bravo mashtrusit e vla, dhe se s'di gjeja i thonë ati tjeti që ashtu. Dhe gjeja me keqe është që mashtrusit del dhe ri kryer lartë, dhe del i ofenduar ai që thotë këtu po mashtrojnë, ore, dalë, qa po ndodhër. Dërkoj që mashtrusi krenar, vazhdon jetën duke u shprehur që së shpejti, lekët e Xhaferit do t'i marri populli. Unë se kuptoj që shë hanë, mileti. Nuk e kuptoj. Se kuptoj, për kokë plaku se kuptoj. Me shpirt nuk e kuptoj, James. Ka trader shumë të fort në potë, ta dish. Që Hana Budallend, po e di. E Hana Budallend, hanë, sepse din me bestu. Ha? Sepse din me investu. Din të investojnë, Po. Po në qofë se do investojnë, ore James, një pyetje. Në qofë se do dim të gjithë, vla, do pagojmë të gjithë këto brokerat, edhe të gjithë do investojmë e do fitojmë. Po vla, kush të t'i pagojnë? Sa njës ka që len lek me do shok. Po kush, po vla, po të gjithë u regjistruam, ndodhi një mrekulli, u regjistruam të gjithë. Të gjithë do fitojmë, po vla, nga do gjenerojnë lekët që do nga paguajnë ne. Se ndodh inflacion pasaj vla, i bje që do ketë vlerë leku. Leku të shkoj për lesh një ditë profe. He? Se sikur nuk, ore, nuk na lidhe zëri me figurën në fare. S'ta lidhe zëri me figurën, mas më dalë llogaritë vlla. Profe, ja ta të shpjegoj unë tani. Sa njerëz kanë investuar në kripto për shembull, edhe sa njerëz sipas mendimit tet kanë nxjerrë lek në këto momente sepse janë tremur. Pa fund. Ka çfarë do bëj tregu pasi këta të nxjerrin lek?
Qa do bëj tregu mbasi këta nxjerrin lekët? Do i ngrej kriptot lart. Po pra. Për të peshkuar njerëzit e paditur. Fiks, njerëzit do futen kur t'jetë lart prapë, edhe do bim poshtë do i marrin prapë ta. O vlla, do i marrin ata që kanë shumë, do i bëjnë akoma më shumë, akoma më shumë, akoma më shumë. Normale, unë ndaj kam thënë gjithmonë mos shisni, mbani, po pa të investu, mbaj, lërë, po mos fut lekë që nuk tjetër duhen nesër. Ore James, këta duan të shtypin klasën e ullët. Dhe jo vetëm ata të mëdhenjt atje lart që atyre s'kemi çu bëjmë. Po ne duan të na shtypin ata që sa na kalojnë 1 centimetër. Ore mira atë që se kapim dot ne me të zgjatur duart që ta ulim tokë. Po ne sa po na kalojnë 1 centimetër thoni i pasi për e vlla, ta shkelëre. Po të kap shoqëria për kemësh, të përplas në tokë të qitëzojnë, të futet edhe ta të pjetëre. Të kap ose, ja fut 1, 2, 3, 5, 7, 10, 70, del njëri që tot hajt të qifsharo. Kushta ty filani, po ty kushta që më fusje mua filani, po ty filani, op i vetë ati dhe tu i të dëre. Se bëra vrasje me pagesën që i mora 50.000 euro, rezikoj 25 vjetë burg, mi more ti tani, të këpute një plumba i 2.000 lek për plumbi, i ku për leshkari, brokeri. Se kështu ndodhin ore, e thonë pastaj jo po pse e vrau, nuk dihen arsyet. Dihen arsyet, qësh nuk dihen? Shkjo s'dihen arsyet, pse i këputi plumbin? Qësh s'dihen arsyet? Të bësh mashtrim online edhe të mos dihen arsyet? Po dihen arsyet, si s'dihen? Të fut plumbin tjetri, tak 2.000 lek. Ja jep falas edhe ai ku ka bler pistoletën, se i thot ai na edhe ca falas. I pe ata kokë shtrem titi? Që kishin bërë atë ZU e X-in? Tasha. I pe qa kokë shtrem që ishin ata? Nuk e kam pas, se di qash. Na lushnja ishin ata. Zau, që ishte ajo. Nuk e di. Na lushnja ishin ata kokë shtrem titi, do vlla, ma shtrim na kompjuterin na shpije. Lekët e Viçit kishte vajtur njerë, kishte shitur i ati Viçin, i kishte lënë lekët në Gjallica, kishte vajtur në shtëpi ky. Edhe takon të birin, i thotë e shita 750.000 lekë. Ja merr lekët ai dhe i thotë t'i fus këtu. O të keqen babai thotë ai, po lash unë te Gjallica thotë, do lash e ti këtu. Jo, i thotë ky se kjo është e sigurt, se më ka thënë nipi filanit. I merr i fut atje për t'i bërë 3 viça. E haj atin në kohën e Gjallicës, e haj birin në kohën e ZUX-it, do ta haj dhe i birit të birit në kohën e Telegramit. Tani sa gjenerata duhet mashtrohen që t'i haj viçat brokeri, Sudja, Gjaferi, se në këtë, ore, përdesa gënjeu Armando Kumaraku i që unë një gjysë Shqipërije, normalere që një misë se aji të, qa ka aji tjetë, qa ka ajo, se nga të rova, qa e kishtë aji, mashtrusi që beri burgere, se i thash emrin ati tjetrit. Kush ishte? Muqaraku. Ledion Muqaraku, pak se gënjeu Ledion Muqaraku, ka popull plot që gënjende. Po ja qifsha Arop, a i falet Jamesit, më falë që po marrë shembull, të mashtroj profesorin. A i falet e vëlla. Ka një sport mashtrusa dhe, si ti? O sa do mashtrojmë ne? Gjithë jetën e? Kush mashtrohet vëlla. Tani unë kam një gjë që se unë do i... O vëlla, ata e kishin çur lekë në dorë vëlla, çor lekë në dorë ti se do investoj unë. Që ata normalisht që budallojnë me dosje. Nuk e di, ju që jeni budallën qofshi, unë nuk kam gjë personale me asnjë, se mos përmes një emra këtu, jo ky, jo ai, jo kapur ky, jo kapur ai, se këta janë shumë. Unë njoh të paktën 10 veta nga këta të TikTokut që çojnë linqe nga këta të trading, me fjalë të paktën 10 veta, që mi kanë nisur mua personalisht. Se unë bëj si interesuar kot për interesat e mia personale për të arritur dhe për të parë deri ku vazhdojnë shkojnë gjërat. Kam atë mënyrën time të interesimit. Dhe sot ka marrë vesh që vetëm vdekja është e sigurt, pavarësisht se 85% ne fitojmë. Kështu që futi sukses. Me sukses ta 85%. I thashun po, sa e sigurt është i thashun kjo 85%, e po vetëm vdekja dhe është e sigurt. Shumë, sigur s'më gjithë. Gjithsesi, James, amigo mio, ti e di që unë të dua shumë. Vazhdo profe, vazhdo. Ma mbyll edhe profilin dhe tani ikën.
ti e di që unë ti voglio bene tanto, ka Aloni na Jamesi, e ka adres në re, e ka adres pune, Jamesi, u a the me bindje është djalë shumë i mirë, krye familjar i rregullt, djalë i mirë për prindrit, beson shumë në shoqëri, dhe mos të duket çudi që ky Jamesi këtu është ndër të parët që edhe mund të pashtrohet. Nëse një nga ju do të mashtrojë dikë, personi i duhur për ta mashtruar është Jamesi. Ka lek, është i parrezikshëm, pret që t'i bëni lekët e t'i japni mbrapsht avash, ka durim dhe nuk zgjedh konfliktet, por gjen rrugën e nënshkrimeve. Nëse doni të mashtroni dikë dhe t'i merrni lek, personi i duhur për këtë është Jamesi. Mund ja merrni me kripto, mund ja merrni me lek cash, mund ja merrni me lekët e bankës, me lekët e punës, me lekët e biznesit, mund ja merrni lekët doradorës, u çon edhe me shokët e tij. Ka mënyra nga më të ndryshmet. Ju lutem, ju që doni lek, ja ku e keni zotrin, mashtrohet shumë kollaj. Dhe mbi të gjitha, mbasi e di që është mashtruar, e kalon çdo gjë me imbusjeshje. Dhe prandaj e dua fort.